Mos e neglizhoni, sytë e kuq ju paralajmërojnë në këto sëmundje të rënda. Keni menduar ndonjëherë pse sytë e kuq janë edhe për shkak të pagjumësisë ose edhe alergjenëve të ndryshëm, por problemi mund të jetë më i thellë se sa kaq. Sytë e kuq mund të jenë edhe për shkak të problemeve të glaukomës, sëmundjeve që çojnë deri në verbëri. Glaukoma dëmton nervin tuaj optik, nervin që lidh retinën me trurin, sidomos gjatë kohës ku mbi sy ka edhe një presion më të madh dhe shkakton edhe kruajtje. Nisur nga skuqja e thjeshtë, gjendja mund të përkeçësohet deri në verbëri. Ndaj, nëse shikoni se sytë i keni vazhdimisht të kuq dhe kjo nuk lidhet gjithashtu edhe me aktivitetet tuaja, konsulta me mjekun është gjëja më e mirë që mund të bëni, pasi mund të evitoni një sër ndikimesh negative të shëndetit tuaj. Është e rëndësishme të mos neglizhohet situata, por ta adresoni menjëherë atë tek mjeku përkatës.